Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Ylli Merja është shprehur se marrja e ujit të ngrohtë në mëngjes është një detoks i mrekullueshëm. Marrim një gocë me ujë të ngrohtë rreth 40 apo 43 gradë Celsius dhe hedhim në të 2 lugë fara liri të grira apo të shtypura, që të mos ngjiten. Më pas do të shtojmë një lugë me fara kia. Organizmi ynë ka nevojë për omega 3 dhe omega 6, të cilit i gjendi më shumicë tek farat e lirit, por gjithashtu kemi edhe progresterolin këtu, ndërsa farat e kias rrisin testosteronin dhe japin fuqi tek muskujt, japin masë muskulare më tepër. Vazhdojmë ta përziejmë, ta lëmë në ujin e ngrohtë afërsisht 10 minuta. Pra ndërkohë që jemi duke përgatitur diçka për të ikur në punë, hedhim me më pas një lugë supë ose 2 lugë çaj me uthull molle në të. Do ta vëjmë re që ditën e parë dhe të dytë do të na japë një rezultat shumë të mirë në drejtim të tretjes dhe jashtëshitjes. Pas 15 minutash, lëngu do të trashtet dhe do të lidhet duke bërë gjel. Ky është një detoks i mrekullueshëm, mund t'i shtojmë ndoshta pak shafran ose kanellë për shije. Shafrani ndiz do të përmirësojë shumë punën e zorrës, ndërsa kanella do të ulë nivelin e glicemisë në gjak. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.